Politikisht e konsideroj të ngutshëm. Për arsye që po kushtetuta dhe ligji jo shkrojnë para se tjetë frymë. Po është edhe frymë se kushtetuta si e tillë nuk është e konceptuar të shkaktoj disponim frymë në këtë rast blokuse, që ka thonë edhe presidentja në letër, po edhe 3 vendime gjyqësore të gjykatës kushtetuese në relacionet njëjta politike, se rregullon sistemin politik. Prandaj e shoh si gabim. Tash, kjo pjesa gabim politik e LDK-s, gjithçka politiko-relative nuk shkoj në absolutizëm, në analizë, po dua të them që edhe mund ta bësh ato që ka bëu LDK janë këtë rast zoti Zemaj si deputet i zgjedhur, i certifikuar, po i pabetuar ende. Tash, pending, incumbent, çish me qujt. Tash, kjo pjesë e reakcionit politik të LDK-s, e PDK-s, rrjedhimisht edhe tash pjesës AK-s, po jo gjithë opozitës. Po jo edhe nismës. Jo e nismës, sigurisht ata janë politik, pjesa e veprimit legjitim politik në parlament e LDK-s, e quaj prap legjitim ka të drejt gjithë shka, që kur jemi demokraci edhe ki të drejt edhe të bësh. Shifë me kujtoj veprimi që mos me zgjat në analizë. Veprimi është një proces parlamentar në Senatin Amerikan, quhet filibuster. Edhe moj men gjatë George Bush Jr., 6 muaj një ligj themelor s'kan mujt me kalu se i ka propozu Partia Demokratike 6.000 amandamente. Edhe ka vunu ato 6.000 amandamente dhe risa janë shterë krejt. Edhe tash ti formalisht mund të kapësh në detalet të këtilla. Po fryma kontinentale kushtetuese, jo kjo anglosaksone, përcakton pa nevojshmërinë e dyfishimit në certifikim. Në qoftë se organi zgjedhur kushtetues, siç është KQZ-ja, në qoftë se zgjedhjet edhe kushtetuta që rregullon sistemin tona, ja jep atë kompetencë KQZ-s, Komisioni Qendror Zgjedhor, me i certifiku, s'ka nevojë me tjerë hall e me lyp një diçka të tillë se është një fitore super e përkohshme politike. Edhe i kthehet pos dite me menaxhu, mu më duket që s'po di me menaxhu në marrëdhënie me publikun këta iniciatorët e kësaj lëvizje juridiko-politike, që është bllokimi i konstituimit. Ti po thu po blokon LDK-ja dhe PDK-ja apo si? Nuk është jetësim, është bllokim. është bllokim që po e bëjnë... Unë e kuptoj prapë po tham argumentimin e pensionit kur thot të kundërtën. Ata po bllokon se s'po jep dorëheqje. Po kryeministri u duk sot që është duke e thënë sqarimin e drejtë në këtë situatë? E lexove kështu? Nuk e lexova kështu, për mua ke zoti Kurti, kryeministri Kurti kish ra prej sot e kish kthy penallin e LDK-s dje politik, e kish kthy sot në penall për vete. Jo, autogol. Autogol për vete, po, në fakt. Penalli që ka autogol për vete është pak problem se kështu autogol është gjithsesi është për vete, po është në dëm tëndin. Po, çka ka mujt me po, është me u pajtu, sepse edhe ligji mos ku t'i kthemi ma vonë. Pajtona, është në qose këshyrë në letër. Po, çfarë i thua Besjanit kur e kemi këtu, edhe që shumë i gatshëm natyrisht për t'u sfiduar, qoftë juridikisht, qoftë politikisht, çfarë i thua që janë duke bërë gabim? Kur thua politikisht janë duke gabuar? Unë kapa prap politikisht mu kap edhe mos me përcjell frymën kushtetuese me shku tutje. Bllokues, po i thoni. Po bllokues se ti nuk s'ka me kallaj. Po ja di që s'ka me kallaj. As kam i dhënë, domethënë të ndjera oligarkëve, masi ko ka kryeministrit e tyre se i ka kufizimet kushtetuese për atë punë. Po si ka punë mirë që si ka. Në që se me pyet mua. As nuk ka që ka me bona harnomi. Edhe në që se pas ka ardhë puna deri qëto. Ama bash deri qëto. Që me nëzirë hor, Albinin me bo hor, atër këto unë e kam kundërshtimin parimor, si pas meje, ndaj, jo vetëm Besjanit si përfasus LDK-s. Ndaj LDK-s, për PDK-s nuk që ditë në fartë. E as për AK-s, po për LDK-s, institucionalista. Po ti tash, ka po përbishti edhe këshirë, që tu e këna gjithë një presi gabim leq, e se kjo është katrusi i madhë, ja këto du të mërzu, që tu kena me bloku na, se unë jam ekspert i ligjeve, që 8 mandate jam këto. 7. Tash, që kjo ceksi, që kjo kapje mas detaleve
krejt formale, krejt teknike që nuk e bojnë Varnomi, se kanë qëtu demokracinë, LDK-ja, parlamentarizmin, se ka po kur farna Varnomi, që me mit